Seanca e fundit e parlamentit para zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit reflektoi thuajse gjithçka nga zhvillimet politike të javëve të fundit. Në nethet e fushatës dhe pakënaqësitë e renditjes apo mos përfshirjes në garan elektorale, në sallë ra në sy numri ulët i deputetëve nga të dy kampet. Mbështetur. Por ato pak që zgjodhen të qëndrojnë nuk i shmangen debatet dhe akuzat. Kryeparlamentare Alisa Spiropali në mesazhin e saj vuri theksin tek arritjet e legjislaturës së 10, sfidat e kapërcyera dhe objektivat e ardhshme të vendit. Reforma zgjedhore, e cila mundsoi votimin e diasporës nga jashtë vendit, është paraprir nga masa e veprime për mbështetjen e emigrantëve shqiptar dhe rritjen e mirëqenies tyre. Prej vitit 2013 kemi nënshkruar 16 marrëveshje me vendet huaja për njohjen e ndërsjellë të pensioneve, nga cilat përfitojnë 800.000 bashkëdhetar. Marrëveshja për pensionet me Italinë, e cila pas miratimit në 5 mars në Senatin Italian do të fillojë menjëherë të zbatohet, do të shërbejë mbi 500.000 emigrantëve shqiptar në Itali. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike në mungesë të Sali Berishës drejtoi opozitën dhe pasi mësoi renditjen e partive në fletën e votimit me 11 maj, nuk i kurseu as ironit për rivalet socialist. Asaj pesës ja ulim një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i ulim një gisht. Ju të req vëmendjen ulurin në vend, se s'është as për procedurë kjo. Po ju shohin qytetarët, ju shohin fëmijët, ju shohin prindërit. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numrin 1. Në seancën e fundit u miratua ngritja e Bankës për Zhvillim dhe ligji i rinisë. Miratuat projekt ligji në parim. Gjithashtu kuvendi miratoi dhe përbërjen e re të 2 bordeve, përkatësisht bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit dhe Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar.